I gjithë sistemi është një sistem që funksionon për mësuesin, funksionon për prindin, funksionon dhe për shkollën dhe padyshim për Ministrinë e Arsimit. Dhe në momentin kur Policia e Shtetit ka nevojë të bëjë një verifikim të çfarëdo natyre, e ka të gjithë të regjistruar. Ashtu si kundër në sekondën kur një person i dyshuar i afrohet derës shkollës, apo kur persona të padëshiruar vinë vërdall shkollës për të tregtuar lëndë narkotike, punojësit e policisë e shohin këtë në kohë reale. Elementet e kriminalitetit rrugës, që janë elementet skeduar nga Policia e Shtetit, e kanë të pamundur të shkojnë ku të duan e të bëjnë çfarë të duan, nëse duan të shkojnë për të bërë keq dhe nëse duan të bëjnë keq, sepse janë nën sytë e policisë gjatë gjithë kohës. Natyrisht që kjo është një sfidë menaxhimi, pa diskutim. Natyrisht që unë e kam kuptuar shumë mirë dhe mesazhin e një pjese të atyre që duhet ta kishin çuar përpara këtë projekt, pa humbur kohën që kemi humbur, sepse është normale që një pjesë në Policinë e Shtetit të mos e dojë këtë projekt, se ky projekt do bëj të mundur që shumë nga ato gjëra që sot e gjithë ditën janë shqetësim për drejtuesit e policisë, janë shqetësim për ne dhe bëhen shqetësim për qytetarët, të bëhen të pamundura. Do jetë e pamundur që një makinë policie të përdoret për punë personale. Se të gjitha makinat e policisë do jenë para syve të drejtuesve. Do jetë e pamundur që një makinë policie të shkojë të parkohet te shtëpia. Dhe po flas për gjërat më të thjeshta. Do jetë e pamundur që makinë policie të shkojë të ndalojë përpara restorantit dhe punëtorët e policisë të hyjnë dhe të hanë drek në restorant me uniformë. Dhe përsëri po flas për gjëra shumë të thjeshta. Dhe unë e kuptoj shumë mirë që ata që bën çmos ta shtyjnë dhe ta sabotojnë këtë projekt, i kuptojnë këto edhe më mirë se unë, sepse dinë shumë më tepër se unë se sa hile dhe sa poshërsi mund të bëhen duke njollosur uniformën e Policisë së Shtetit. Ky projekt ndihmon të gjithë drejtuesit e ndershëm dhe të gjithë punonjësit e ndershëm të Policisë së Shtetit dhe i ndihmon në radhë parë duke ju alarguar të gjitha hijet e tunduese të keqes. Kush do doj të shmanget syrit Policisë së Shtetit për të bërë keq, që do duhet të mbulohet me ferexhe kur dalin rrugë. Përndryshe nuk ikën dot as sekonde. Nuk mund të ketë më makina që ikin në drejtime të paditura. Bëhet e pamundur. Bëhet thjesht e pamundur. Sepse syri për cilin fola ka një rrjet mbulimi që në 20 bashkit me problematikat, me popullsinë, me lëvizjet më domethënëse, futet kudo. Futet kudo. Dhe jo rastësisht këto vende janë vende më të sigurta të botës. Nuk është çështje e sistemit që kanë. Është çështje e sistemit të monitorimit. Dhe ky është sistemi i monitorimit që sjell
kulmin e teknologjisë sot me inteligjencën artificiale në dispozicion të shtetit dhe të qytetarit. Sa konflikte kemi ne sot në sistemin tonë arsimor, pasi mësuesit kanë një variant, nxënësi ka një variant, prindri ka një variant për atë që ndodhi në klasë. Nuk ka nevojë fare. Nuk ka nevojë fare. Vinë të tre në drejtori, shtypet susta dhe shifet se çfarë ndodhi konkretisht dhe se kush bëri çfarë në atë moment që është bërë një moment për të diskutuar për konflikt. Tragjedit që kemi pasur me shkollat janë të lidhura me shumë arsye, por patjetër që lidhen edhe me faktin që mospasja e pamjeve të qarta përpara e vështirëson pastaj jashtëzakonisht shumë punën e tuzëve dhe punën e policisë. Me këtë sistem, perimetri i oborit shkollës është 24 orë në 24, njësoj sikur të kishte në të 4 anët e shkollës roje polici, punojës policia. Edhe një element tjetër që ka shumë rëndësi, elementi që lidhet me pronën, me cënimin e pronës, bëhet absolutisht shumë më transparente ajo që ndodh me rrugët kombëtare në radhë të parë. Aty ku rëndom në gjithë të vite, policia rrugore ka mbyllur syt duke lejuar që të çahen rrugët, të hapen gropa, të bëhen lloj çudish pa leje në rrugët kombëtare. Kjo nuk e lejon më. Dhe me sistemin e administrimit që do të sjellin miqt tanë të shtrenjtë nga Abu Dhabi për të ndihmuar ekipin që do menaxhoj, ka një protokoll shumë të qartë që nuk është çështje, asnjë punonjës aty në sallë nuk i mbyll dot syt për një gjë, sepse gjëja nuk mbetet vetëm në sytë e tij. Për pastërtinë kemi problematikën e tmerrshme të hedhjes së mbeturinave gjatë sezonit turistik, sidomos në anë të rrugëve kombëtare. Bëhet e pamundur. Bëhet e pamundur sepse nëse sot ne i kemi gjobat, por zbatueshmëria e tyre është shumë e vështirë në mos e pamundur për shkak se gjoba është individuale dhe o duhet ta shohësh njeriu aty kur e hedh mbeturinën dhe ta kapësh ose se kap më kurrë. Ky sistem t'i sjell gjithë njerëzit në rresht në ekran. Ky dhe nuk të sjell fytyra që ti duhet t'i identifikosh. Të sjell fytyra të identifikuara. Ky sistem, ky sy, mbasi juve do t'i jepni të gjitha fytyrat e krimit, ky do t'i ndjeki vetë. Është njësoj si t'ja japësh dikujt, t'ja prezantosh dikujt, t'i thuash ky është personi dhe pastaj ai e njeh dhe kudo ku e shef, ta sjell dhe të thotë kem filan vend. Është një revolucion që vjen në tërësinë e transformimeve që ne po mund të bëjmë fal bekimit të teknologjisë së lartë. Është një revolucion që mori disa kohë për të ardhur në këtë ditë në sotme, për shumë arsye të mos arsyes. Por sot, me firmosën e marrëveshjes, fillon zbatimi.